Unë mendoj se këto janë shqetësuese dhe këto prasjesin një shqetësim përgjithshëm veç mas rrethonat kur bota ndodhet për një ristrukturimi gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Kjo që po ndodhet në Tiranë, që i pam sot, me rastin 25 vjetore të rënimit të diktaturës, në vërtet tregon se atje tranzicioni ende nuk është liru nga mentaliteti i diktaturës, por shihet se ka pas reciklime të ndjeshme të mentalitetit tillë dhe se Shqipëria si shtet është për keqardhje, se nuk i ka kalu gjitha ato që është dashur i kaloj, por përkundazi ndodhet në një krizë të rëndë dhe bazuar në atë që u tha sot, është shqetësim i madh sepse na nuk e dim se çfarë do të sjellë në ndryshim i ardhshëm, kur dihet se si opozita, si pozita përdoret njëjtin fjalor, e kemi ngjarjet në kujtesën tonë, cilat kanë sjellë gjithnjë keqëqeverisje dhe korrupsion dhe kriminalitet në Shqipëri. Në Kosovë po ashtu është edhe një situatë thuajse ngjashme, një shqetësim, por megjithatë me një ndryshim të madh, sepse Shqipëria megjithatë e ka firmën e shtetit, Kosova nuk e ka. Kosova dhe siguria e saj edhe sot e gjatë ditën spaku NATO dhe këtu qëndron me rezolutën 1244, u pa dhe herën e fundit para disa ditës që ishte një general serb këtu me cilin NATO demonstrativisht këtu tregoi se janë edhe këta faktorë cilët funksionojnë. Do të thotë pra se këtu të na lufta mes pozitës dhe opozitës nuk është çështje ndonjë parimi sa shihet, por është më shumë çështje se si të mshefen gjurmët e një keqëqeverisje, sepse edhe pozita dhe opozita kanë të njëjtën përgjegjësim në një përjashtim. Koha nga protektorati ndërkombëtar deri te sot nuk është shfrytzuar që shteti i Kosovës të ngritet dhe mi shtyllat që i takojnë demokracisë dhe lirisë, por përkundrazi shteti është shfrytzuar që të shfrytëzohet për interesa personale. Kemi haraqen, kemi kriminalitetin, kemi rënimin e shnetësisë, arsimit e tjera. Prandaj ky është një shqetësim i madh për ne dhe unë mendoj se prapë edhe këtu, në këto rrethana, dikush po mendon që të ikë përgjegjësisë, qoftë me një krizë. Unë mendoj se kriza në Parlamentin e Kosovës nuk është një krizë, më shumë është krizë sajume, që të iket përgjegjësisë. Nga kush mund të jetë e sajuar kjo krizë? Thonë edhe në moment, po them edhe tash, nuk ka pas nevojë të përdoret as gazi as tjerat, por që sekretari i Parlamentit do ta përdorte vetëm rregulloren e punës, do të mund të evitojë kjo dhe deputetët nuk do të duhet të shkojnë në burg. Unë jam kundër burgosjes së deputetëve. Deputetët do duhet dënoheshin me një muaj deri te procedura heqjes mandatit dhe jo të lejohet pra një skenë të tillë, cila gjithsesi se Kosovës i jep një pamje të keqe, i jep një pasiguri dhe vetvetiu gjithë këtë situatë që kemi në sot tregon se tranzicioni edhe në Kosovë dhe gjithë ky proces për disa vitesh nuk është shfrytzuar që shteti i Kosovës të ketë liri dhe demokraci, por shteti i Kosovës të bëhet prej politikajve të papërgjegjshëm. Zoti Buxhofi, thatë se jeni kundër arrestimit të deputetëve, por arrestimi tyre ndodhi në bazë të fletarësit bazuar në ligjet e Kosovës. Unë mendoj se unë thash përse prap, nuk është puna krejt të fletarësit. Na nuk mund ta përdorim ligjin dhe të krijojmë në një ligj është i barabartë për të gjithë. Unë mendoj se aty nuk ka drejtësi selektive. Se kjo situatë unë kujtoj se është një skenim i pozitës dhe opozitës që të iket përgjegjësisë dhe ndoshta edhe gjykatës Hagës. Shumë nga këta lider politik që sot janë në qeveri, por edhe në opozitë, unë mendoj se preken nga gjykata Hagës dhe si mund të ndërlidhet në këtë rast gjykata Hagës? Unë mendoj se këtu është gjithë esenca kësaj. Do të kisha dëshuar që të mos ishte kjo, por të kthehemi edhe një çështje tjetër, si e thamë edhe te 1244 të pozita gjeostrategjike dhe gjeopolitike e Kosovës. Kjo lën një imazh shumë të keq te faktori ndërkombëtar, sepse nëse ne dim se shteti i Kosovës është një produkt i amerikano-perëndimor dhe ata kanë përgjegjësinë, atëherë duhet të jemi të përgjegjësim edhe ndaj këtij fakti. Tek e fundit e patëm edhe përgjigjen e qartë të sekretarit shtetor amerikan, i cili tha se Kosova është interes i joni, në Kosovë është investu dhe se nuk do të lejohet. Temat që janë hap këtu, qoftë ajo asociacionit, po edhe demarkacionit, unë kujtoj se janë tema më shumë artificialisht të vume, sepse opozita ka një mundësi që të protestojë, të reagojë, ose
protestat se si po intonohen në një farë mënyrë tregojnë se këto mund të kthehen edhe një bumerang mund t'i kthehen Kosovës, sepse këto lojnë imazhin e keq edhe te faktorit ndërkombëtar edhe te partnerët ndërkombëtar. Partnerët ndërkombëtar kërkojnë stabilitet dhe qetësi në Kosovë. Pse mendoni zoti Buxhovi se tema siç janë çështja e demarkacionit dhe asociacionit janë artificialisht të sajuara? Unë mendoj sepse kjo politik i ka kriju ato. Kjo politik, kur e ka nëshkru pakën atë të saj, do të thotë që ishte një kompromis i domosdoshëm, i ka hapë rrugën shumë probleme që dalin, kanë dalë dhe do dalin tash tutje. Prandaj është pa përgjithshme. Thuat se qëllimisht kanë ndodhur këto gjëra, janë bërë këto pika? Unë mendoj se te pakë atë saj ka shumë shkaq që e ka prodhu këtë dhe do ta prodhoj. Por problemet nuk qëndrojnë vetëm këtu. Problemet qëndrojnë se këtu ka këtë qeverisje. Dhe këtë qeverisja dhe problemet të mëdha që i ka këtë shoqëni janë mas pak të kësaj natyre. Na nëse demonstrojmë për mbrojtjen e shtetit të Kosovës, atëherë duhet të respektojmë shtetin e Kosovës, duhet të respektojmë simbolet e saj, të respektojmë gjithë atë që e krijon shtetin e Kosovës dhe ta qesim në licitacion shtetin e Kosovës. Dhe ku mund të çojë gjithë kjo situatë? Kjo situatë mund ndryshojë po që se ndërgjegjësohet klasa politike mas pari, të gjithë ta dinë sepse nuk mund të bëhet tregtimi shtetin e Kosovës, se shteti i Kosovës është e arritura më e madhe shqiptarizmit. Shteti i Kosovës do të thotë kanë obligim gjithë që ta mprojnë dhe ta krijojnë një shtet i cili do të jetë në gjendje që të përmbush kërkesat e qytetarëve, ambicjet e tyre, projektin për liri dhe demokraci. Desha të them edhe këtu, sepse u pa edhe se bota ndodhet para një ristriktojimi global. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia Po, do të kisha dashur ta prekim pak çështjen e zhvillimeve në përgjithësi në rajonin e Ballkanit. Janë thelluar gjithandej nëpër Ballkan në pakënaqësitë ekonomike, politike dhe të rendit e sigurisë. Çfarë mund të thuhet, a mund të flitet për një Ballkan të trazuar si pasojë ndikimeve të jashtme dhe të brendshmeve apo politikave gjeostrategjike nga jashtë? Unë mendoj se këtu përgjësia kryesore bjen te vetë ballkanasit. Domethënë tranzicioni, si e thamë, e pamë dhe Shqipëni, po në Kosovë dhe në vendet tjera nuk është zhvillu në përputhje me një dinamik natyrshme, por shumë nomenklatura kanë shfrytzuar mentalitetet e diktaturave dhe kanë kalu në shtetin ta përvesojnë për nevojat veta, kështu janë zhvillu edhe qenet e krimit organizuar, feudet e tjera. Do thotë, por megjithatë, me këtë sjellje ballkanasit vetvetiu kanë krijuar rrethana që situata tyne të rishqyrtohet edhe në aspektin geopolitik dhe geostrategjik. Dhe këtu kemi këtë problem sot se Rusia është një faktor tjetër, sot se Rusia nuk është e viteve kur do të bi Bashkimi Sovjetik. Rusia po kthehet në skenën politike botërore, jo vetëm me faktorin gjeoekonomik, por edhe geopolitik. Po, zoti Buxhovi, analistët e ndryshëm kanë vlerësuar se për rajonin e Ballkanit ekziston një luftë, nëse mund quhet, në trekëndshin Amerikë, Rusi dhe Evropë. Sa mund të qëndrojë kjo? Unë mendoj se Ballkani gjithmonë ka qenë një zonë neurologjike, geopolitike, geostrategjike. Nga kriza lindore, e tuti e dim se Ballkani ka qenë ndam edhe mas luftës së dytë botërore, ka qenë zona lindore dhe perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të jashtëzakonshëm pas rrëmjes komunizmit, sepse pjesët cilat i kontrollonte lindja i kthyen, do të thotë i kthyen në pjesën e perëndimit. Dhe në këtë drejtim mund të thosë se janë rritë rezultate të jashtëzakonshme, në këtë drejtim janë marrë shumë adute Rusisë. Rusia më nuk është në Ballkan e pranishme, siç ka qenë me flotën e vet edhe në Shqipëri apo në Bullgari e tjera. Sot është një rezultat shumë i madh se bota shqiptare sot Shqipëria i takon NATO-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur të krijojnë një ambrellë mbrojtëse ndaj interesave të Rusisë. Sot e kemi për shembull Sloveninë në NATO, Kroacinë në NATO, Shqipërinë në NATO dhe një sukses i jashtëzakonshëm është pranimi i Malit Zi në NATO. Me këtë përfundon Rusisë mbyllet dalja në detin e Adriatik, që ka qenë orientim. Dhe ky mund të jetë roli strategjik i NATO-s? Roli strategjik i NATO-s është që ti ndërpret rruga dalja e Rusisë në Adriatik dhe në Ballkan. Me pranimin e Malit Zi, kjo punë është mbyllë kjo, por mbetet prapë Serbia një faktor shumë i rëndësishëm ku do të luajnë lojën e tashme dhe çështja shqiptare, do thotë. Dhe mbi këtë faktor sot na duhet ta kemi parasysh
se do të luajnë edhe Rusia edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarët pra me që gjenden në këtë kryqëzim, ka një përgjegjësi historike të sjellën në përputhje me demokracinë, me shtetëndërtimin, dhe është përgjegjësi shumë e madhe kur tham edhe në Tiranë edhe në Prishtinë mos dërgohen mesazhe dhe pamjet e tilla të rënimit, gjuha që përdoret sot në Tiranë apo gazi lëvësjellës në Parlamentin e Kosovës. Prandaj bjen përgjegjësia klasës politike që të mos i lejohen që Serbia të kthehet në një faktor të i vlerësum në dëm tonin, por përkundazi Serbia ta ketë vendin e vetë, sepse edhe Serbia, unë mendoj se në planet gjeopolitike amerikanit perëndimore duhet t'i takoj pjesës perëndimore, por që pranimi i saj dhe kthimi në këtë pjesë mos bëhet në dëm të Kosovës apo çështje shqiptare. Prandaj kur thash kështu, se kriza në Kosovë nuk duhet të qohet më tutje, nuk duhet burgosen deputetet, duhet gjendet në gjuhë shumë demokratike, në mënyrë që mos të jepet kur mundësia se Rusia të përdor elementet e veta dhe Rusia të thotë se shikoni Evropës këtë popull e kriju të kotë, këta e në papërgjeshëm, nuk e dojnë shtetin dëshojnë të shkatërojnë, ka shumë indikacione që kjo klasë politike për një marë sjellë ashtu, deri të një pjesë edhe opozitës e cila, thashtë në fillim, nuk respekton shtetin e Kosovës, nuk respekton simbolit e shtetit Kosovës, dhe se mund duhet në projë shtetit Kosovës, kur ti i pari nuk e pranon shtetin e Kosovës. Gjitha prajnë këto shqetësime që na bojnë të mendojmë shumë se kjo është klasë politike tjetë e përgjithshme. Unë mendoj se në këtë situatë, me që edhe sekretarja në kanë shtetit e tha se Kosova mbetet interes, është e domosdoshme lindja një klasë, një force të re politike, një forcë e idealistave, duhet jetë një lëvizje intelektuale, ndoshta me modelin e vitit 1989, e cila ka kthy Kosovën ka perëndimin. Ku ta marrim atë klasë të re politike? Unë mendoj se kjo klasë politike, opozita shumë e papërgjeshme, nuk për fat keq, pak ose as pak tregon se e ka interes shtetin. Përkundazi është lufta e papërgjeshme politike, një luftë e papastër politike për feude tjera, përkundër që ka vullnetar, ka djem të ri në këto partit politike, ka një energji, por dyshoj që a energji të një do të kesh përdoret prej këtyre politikanëve të papërgjeshëm që i kanë interesat e veta, cilat nëse nuk orientohen drejt do të shkojnë dëm të Kosovës.